Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me historinë e radhës. Sonte do të tregoj një histori të tmerrshme, një histori që në fakt më ka tronditur edhe mua. Mbesa ka shkruar për Tezen, që Tezja ka dashur ta shet me një person tjetër. Çfarë është kjo histori? Do ta ndajmë në momentet në vazhdim. Nuk e di nëse do të arri ndonjëherë ta haroj atë se çfarë më ndodhi. Ka disa kujtime që nuk zhduken kur pavarësisht të sa vite kalojnë. Ato jetojnë brenda teje si një plak që her pas here të kujton dhimbjen që ti e ke kaluar. Unë isha vetëm një vajzë e re kur jeta ime ndryshoi përgjithmonë. U rita në një familje shumë të thjeshtë. Nuk kishim lukse, nuk kishim shumë para, por kishim diçka shumë të vlefshme. Dashurinë dhe respektin mes nesh. Nëna ime ishte një grua shumë e butë dhe e dashur. Ajo ishte gjithmonë pranë meje dhe më mësonte të bëhesha njeri i mirë. Babai im ishte një burr i heshtur por shumë punëtor. Ai punonte nga mëngjesi e deri në mbrëmje për të na siguruar gjithçka që mundej. Edhe pse jeta jon ishte e vështirë, unë ndjehesha e sigurt. Shtëpia jon ishte e vogël, por ishte plot me dashuri. Por një ditë gjithçka filloi që të ndryshonte. Nëna ime filloi që të smurej. Në fillim menduam se ishte diçka e lehtë, por me kalimin e kohës gjendja e saj u përkeqësua. Ajo filloi të kalonte shumë kohë në spital dhe shtëpia jon u mbush me mankth. Babai ishte gjithmonë në punë ose pranë saj në spital, ndërsa unë shpesh qëndroja vetëm në shtëpi. Ishte një periudhë shumë e vështirë realisht për mua. Në ato ditë një nga njerëzit që dukej sikur na ndihmonte më shumë ishte Tezja ime. Ajo ishte motra e nënës sime dhe vinte shpesh për të parë se si ne ishim. Në fillim mendova se ajo ishte ëngjulli im. Ajo sillte ushqime, më pyeste si isha dhe përpiqej të më bënte që unë të qeshja. Shpesh më përqafonte dhe më thoshte: "Mos u shqetëso. Unë do t'jem gjithmonë pranë teje." Dhe unë e besoja. Si mos ta besoja, ajo ishte familja ime. Me kalimin e kohës ajo filloi të më ftonte më shpesh në shtëpinë e saj. Thoshte se nuk ishte mirë që unë të rija vetëm dhe se tek ajo do të ndjehesha shumë mirë. Babai im i lodhur dhe i shqetësuar për nënën pranoi që unë të shkoja ndonjëherë tek ajo. Shtëpia e saj ishte shumë e madhe se e jona. Kishte dhoma të mëdha dhe gjithçka dukej më e rregullt. Në fillim unë ndjeva shumë mirë atje, te Tezja ime. Por pas disa ditësh fillova të ndjej diçka të çuditshme. Në shtëpinë e saj vinin shpesh njerëz të panjohur, burra që nuk i kisha parë kurrë më parë. Ata nuk më përshëndesnin si zakonisht, por më shikonin në një mënyrë që më bënte të ndjehesha shumë në siklet. Sytë e tyre më ndiqnin sa herë që unë kaloja pranë. Në fillim mendova se ndoshta po imagjinoja, por me kalimin e ditëve, ndjenja e frikës filloi që të rritej. Një natë ndërsa po kaloja pranë kuzhinës, dëgjova Tezen time duke folur në telefon. Zëri i saj ishte sikur nuk donte që dikush ta dëgjonte. Unë dala pa dashje pranë derës së saj. Disa nga fjalët që dëgjova më bën që të ngri në vend. Ajo është shumë e re, është shumë e bukur, mund të më marrin shumë para. Në atë moment, mendova se ndoshta nuk e kisha dëgjuar mirë, por diçka brenda meje filloi të më paralajmëronte se diçka nuk ishte në rregull. Ditët që pasuan u bën edhe më të çuditshme. Tezja filloi të më blinte rroba të reja, por nuk ishin rroba normale për një vajzë të re. Ishin rroba që më bënin të ndjehesha shumë në siklet. Kur i thash se nuk më pëlqenin këto lloj stilesh, ajo u zemërua pa mas. Duhet të dukesh bukur, më tha ajo me një ton që nuk e kisha dëgjuar kurrë më parë. Një mbrëmje, ajo më tha se do t'i vinin disa miq në shtëpi dhe se unë duhej të rija në sallon dhe të isha shumë e sjellshme ndaj saj. Kur ata erdhën, ndjeva sikur ajri në dhomë u bë shumë i rëndë. Ishin disa burra që nuk i kisha parë kurrë më parë. Ata më shikonin në një mënyrë që më bënte të ndjehesha teje të friksuar.
Ata nuk më shikonin si një vajzë, ata më shikonin sikur unë isha një send. Ndërsa po qëndroja në një cep të dhomës, dëgjova njërin prej tyre duke thënë diçka që më bëri të ngri në vend. Sa kërkon për të? Për një moment mendova se nuk e kisha dëgjuar mirë, por pastaj dëgjova tezën time duke u përgjigjur. Do flasim për çmim? Në atë moment e kuptova të vërtetën, ata po flisnin për një send. Ata po flisnin për mua. Zemra më rihte aq sa mendova se do të më dilte nga krahërori. Ndjeva një frikë që nuk e kisha ndjerë kur më parë. Njeriu që duhet të më mbronte, po përpiqej të më shiste me para. Nuk dija çfarë të bëja, nuk dija kujt t'ia besoja. Ajo natë ishte nata më e frikshme e jetës time. Ndërsa ata vazhdonin të bisedonin në dhomën tjetër, unë u mbylla në një dhomë dhe fillova të qaja në heshtje. Në atë moment kuptova se nëse qëndroja aty, diçka shumë e keqe do të ndodhte. Duhej që të largohesha. Pa bë zhurmë, mora xhaketën time dhe hapa derën ngadalë. Zemra më rihte fort ndërsa dola nga shtëpia. Ishte natë dhe rrugët ishin pothuajse bosh. Fillova të vrapoja pa ditur se ku po shkoja. Lotët më rrithnin në fytyrë dhe ndjesha sikur e gjithë bota ishte në atë moment kundër meje. Nuk e dija ku është babi, nuk e dija ku është nëna ime si është, sepse tezja nuk më lejonte të flisja me to. Ndjesha plotësisht vetëm. Ecja në rrugë të errta, duke u përpjekur të qëndroja larg nga çdo makinë që kalonte pranë meje. Frika ishte aq e madhe sa çdo zhurmë më dukej si rrezik. Pas një kohë më dukej si një përjetësi. Ula në një stol pranë në një rrugë dhe fillova që të qaja. Dhe në atë moment ndjesha e humbur. Por ndonjëherë edhe në momentet më të errta ndodh një mrekulli e vogël. Një grua që po kalonte pranë meje më pa duke qarë. Ajo u ndal dhe më pyeti nëse isha mirë. Në fillim kisha shumë frikë që të flisja, por diçka në zërin e saj më dha besim. Dhe për herë të parë unë tregova gjithçka. I tregova për tezën time, i tregova për burrat që kishin ardhur në shtëpi. I tregova për frikën që kisha ndjerë. Ajo grua u trondit shumë kur e dëgjoi historinë time. Ajo nuk më la të vetëm. Më çoi në një vend të sigurt dhe më ndihmoi të kontaktoja njerëz që në thelb mund të më ndihmonin. Ajo natë ndryshoi jetën time përgjithmonë. E kuptova se ndonjëherë rreziku më i madh nuk vjen nga të huajt, por nga njerëzit që mendon se janë familja jote. Sot kanë kaluar shumë vite nga ajo natë. Plagët në zemrën time ende ekzistojnë. Por unë jam më e fortë. Kam mësuar se jeta mund të rrezoj shumë herë, por gjithmonë ekziston një mënyrë për të ngritur përsëri. Dhe sot unë tregoj historinë time. Jo për të kërkuar mëshirën, por për të kujtuar të gjithëve se askush nuk duhet të hesht përballë padrejtisë. Sepse ndonjëherë një histori e treguar mund të shpëtojë jetën e dikujt tjetër. Ky është